Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa usalli wa usallimu ala an-nabiy al-mustafa al-amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet I takojnë Allahut të madhëruar. Ai është I vetmi I denjë dhe meritor për të qenë I lavdëruar dhe I adhuruar. Përshëndetje dhe bekimet janë për të dërguarin dhe të zgjedhurin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e Tij dhe të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatitë, në mënyrë të veçantë jemi mirënjohës që na mundsoi që të takohemi edhe sonte, të vazhdojmë rrugtimin tonë së bashku në temën tonë Kur'ani edukon. Dhe këtë temë na jep mundësi me e pa ndikimin e Kur'anit dhe ndikimin e edukimit imanor që Kur'ani e bën te besimtari nga perspektiva të ndryshme. Sonte do të flasim për një rezultat që Kur'ani synon me arrit njeriu derisa edukohet me Kur'anin. Dhe shumë njerëz mendojnë se njeriu I cili është I edukuar me Kur'an do të më qenë I përkryer, do të më qenë I pagabushëm, edhe si pasojë e kësaj kur e shohin besimtarin, kur e shohin pasuesin e Kur'anit tu gabu, thonë qysh ti po bën kësi gabime. Ndërsa harrojmë të gjithë së bashku se njeriu megjithatë e ka të paarritshme përkryerjen edhe përsosmëri. S'ka mundësi njeriu me u boj pagabushëm. Sado që të jetë I mirë, sado që të synoj mirësinë, sado që të synoj të ngritet edhe në aspektin e besimit, edhe në aspektin e përkushtimit, edhe në aspektin e mirësjelljes, megjithatë do të mbetet njeriu dhe do të vazhdojë të gabojë, kështu që imani dhe gjendja imanore e secilit me gjithë ndikimin e madh që Kur'ani duhet me ushtru te secili, nuk është përkryerje. Besimtari, sa do I edukum tjetë, sa do I gdhendun që tjetë edhe I formum me një formim Kur'anor, prap do të vazhdoj të gaboj, edhe kjo është karakteristika e të qenit njeri. Pra besimtari vazhdon me qenë njeri, si I ktill është me aftësi të kufizume, si I ktill është edhe jo I përkrym, e kemi thonë në të kaluamën disa herë, besoj që e keni majtë në mend, për sosmëria është e paarritshme, po për besimtarin gjithmonë do të më qenë e synueshme. Pra besimtari gjithmonë do të më synu me u boj përsosur, edhe pse e ka të pamundun me arrit një gjatë tillë, por derisa synon ai ka me arrit shumë. Ai ka me u ngrit shumë, ka me u përmirësu shumë, dhe pikërisht kjo është ajo karakteristika kryesore që Kur'ani e çet në pah, derisa punon me njeriu, derisa e edukon njeriu, besimtarin. Nuk e bën të përkrym, por e bën vigjilent, të vëmendshëm, edhe e bën në një gjendje të vazhdueshme të gatishmërisë për me u përmirësu. Pra edhe besimtari gabon, por kërkon falje, kthehet, edhe përpiqet me gjetë rrugën e përmirësimit. Edhe njerëzit e mirë, edhe të dëshmuar për mirësi, kanë gabu. Ne si besimtar e kemi një respekt edhe një konsiderat të veçantë për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe të gjithë ata I konsiderojmë se e kanë autoritetin mbi kokat tona. Megjithatë edhe ata kanë gabu. Madje kur e lexojmë historinë e tyre, nuk mundet me na ik pa e vrejtë dhe pa e pa se ka pas në mesin e tyre të atill që kanë bërë gabime të rana, edhe gjunahe të mëdha. Mirë po, asnjëri prej tyre nuk ka vazhdu me qenë gjunahçar.
Asnjëri prej tyre nuk ka vazhdu me qenë insistues në gabim. Por të gjithë ata, krahas gabueshmërisë që është njerëzore, na e kanë dhënë shembullin më të mirë se çysh është mënyra edhe rruga e kthimit ka Allahu fuqiplot dhe rruga e synimit të përmirësimit. Në të vërtetë, Allahu i madhruar edhe për robët më të zgjedhën të vetë kur flet, që janë pejgamberët e Allahut. E ne të gjithë konsiderojmë se pejgamberët megjithatë e kanë një pozitë dhe një autoritet që e te i kalon nivelin e vdekatarëve të rëndamt. Gjithsesi pejgamberët nuk kanë cilësi hyjnore, nuk kanë kurgjo të Zotit, madje nuk kanë kurgjo as engjullore, nuk janë as melaçe pejgamberët e Zotit, mirë po janë të përzgjedhur edhe Allahu i madhruar është për kujdes për ta që edhe para se të bëhen pejgamber mos më ndodh diçka që në të ardhmen dikush mundet me i godit, ose me i kritiku, ose me e kontestu besnikrinë e tyre pikërisht në atë. Për këtë arsye pejgamberët e Allahut kur s'kan bë ibadet, ose s'kan bë shirk, si kan bë ibadet dikujt përveç Allahut. Kur s'kan vjedh, kur s'kan rrejt, kur s'kan bë zina dhe imoralitet, gjithmonë kanë qenë besnik e kështu me radhë, por ndonjëri prej tyre ka mujt me e bën ndonjë gabim i cili ka mujt me qenë i natyrës të lehtë. Bile krahasu me gabimet tona, i natyrës që ndoshta edhe s'meriton me u përmend, por ja që ata vetë për veten e tyre, ato lëshime, nëse edhe nuk i quajmë gabime, i kanë konsideruar si kogja të rënda. Po e përmendin një shembull. Sulejmani a.s. e kishte një dhunti prej Allahut fuqiplot. Ajo dhunti ishte se ja kishte dhënë Allahu aftësinë e menaxhimit edhe komandimit të shumë krijesave, jo vetëm të njerëzve, po njerëzve, gjinë, kafshë, zvaranike, shpeze, kështu me radhë, edhe kohë pas kohë i bënte ndonjë parad, njëherë, do më thonë, i mbledhte, pra të gjithë ushtarët e vetë, njëherë qëndroj mas namazit të ikindis, duke i këshyrë kuajt sa të bukur janë, edhe sa të mirë, edhe qëfar vrapi të mahnetshëm bojnë, e kështu me radhë, sa që u mahnet mas ati vrapi të kuajve. E pa se i kaloi koha deri në perëndimdiellit dhe mbeti pa e bën një punë cilën zakonisht e bante, por nuk e kishte farz. Nuk la ndonjë farz pa kry, po kishte ndonjë punë me vlerë, që ishte punë vullnetare, por shpresonte shumë në shpërblim, që e bante rëndam, e a ditë se bani që ishte dhikri, një dhikr i veçantë, një përmendje e veçantë që ja bante Allahut fuqiplot, edhe për këtë Sulejmani a.s. konsideroi se e bani një gabim të madh. Pra gabimi i tij ishte lëshim, funit nuk ishte gabim fare, po ishte thjesht lëshim i asaj që po ta bante do të ishte mirë, po pse nuk e bani subonomi, megjithatë ai e çortoi veten shumë edhe bani, si më thon, bani një shpagim të veçantë. Po s'është kjo tema jonë është që ka përshkruar Allahu i madhruar në surën Sad, Sulejmanin a.s. në ajetin 30 të surës Sad. Allahu i madhruar thot: "Wa wahabna li Davud Sulejman." Dhe Davudit i adhuruam Sulejmanin, që i bie Sulejmani ishte i biri i Davudit, të dytë pejgamberë dhe të dytë mbretër, alayhim salatu wassalam. Tash Allahu thot për Sulejmanin: "Ni'mal abd", sa rob i mirë ishte ai. Sa rob i mirë i Allahut ishte ai. Një lëvdat e veçantë dhe shumë e lakmueshme, të cilën Allahu e jep për robërit e vet të mirë. Ni'mal abd, sa rob i mirë ishte ai. Por përshkrimi i fundit që Allahu ja bën në këtë ajet, innehu awwab, ai ishte shumë i kthyeshëm. Ai ishte shumë i kthyeshëm, e kjo çka na jep me kuptu. Sikur të ishte i përkrym Sulejmani a.s. s'kish me pas nevojë me qenë shumë i kthyeshëm. Sikur edhe krijesa njeri, kur është i përkushtuar, kur është besimtar,
ka një specifikën e pendimit, që e bën ma me vlerë se sa nga njëherë. Kanë thonë disa prej djetarëve, ma me vlerë edhe se sa vetë me lachet, por si kur të mos ishte gabimtar, s'do të ishte edhe i penduar. Allahu i dënë ata që janë të uabin. Inna Allahi yuhibbu at-tawwabin. Allahu i dënë ata që janë të uabin. Të uabin dhe në thëtë ata që pendohen shumë. Po s'do të ishin të këtilë si kur të mos gabonin shumë. Pra si kur njeriu të mos gabon të shumë, s'do ta kishte mundësin me u bo edhe i penduar shumë. Dhe Allah i madhruar edhe ai vetë nuk do të ishte të uab, si kur të mos e pranën të shumë të ubën e atyne që i kthehen ati. Edhe pendesa. Që i bije se njeriu me gjithat e gabon, edhe as njëherë Allah i madhruar nuk na ka kërku që të mos gabojmë, për arsye se një gjë e tillë do të ishte kërkesë e pa realizueshme, e pa përballueshme për neve, e pa kuptimt si e këtill, si takon Allahut fuqiplot me boksi kërkesa, por i kemi thirrjet e shumta të Allahut fuqiplot, edhe në ajetet e Kur'anit, edhe në atë që e përcjell prej tij dërguari i tij i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kërkesat e shumta dhe thirrjet e shumta për kthim ka ai, ka Allahu, pra me çka, me pendes, edhe me përpjekje për përmirësim. Përpjekja për përmirësim, ku e ka zanafillën? Përpjekja për përmirësim, zanafillën e ka të keqardhja për veprimin e gabum, pas cilës pason heqja dorë prej gabimit, e që është parakushti kryesor, ose të dyja të bashkë janë parakushti kryesor i përmirësimit. Pra Allahu po e lavdron Sulejmanin alayhi salatu wasalam me fjalën innehu awwab, ai ishte shumë i kthyeshëm ka Allahu fuqiplot. Pra as pejgamberët Allahu i madhruar nuk i lavdroi si të përkryer. As nuk i prezantoi si të përkryer, por i prezantoi si shumë të dëshmuar në atë që është mirësi me të gjitha manifestimet e saj, po mbi të gjitha i lavdroi me faktin se ata gabojnë, edhe karakteristika e gabimtarëve të mirë është kthimi. Heqja dorë prej gabimet edhe përpjekja për të përmirësu. Dhe pikrisht për shkak të kësaj, kur e mendojmë fjalën e Allahut se Allahu i do ata të cilët pendohen shumë, prap bën me menu që sikur të mos gabonin shumë, Allahu ndoshta nuk do të na donte. Ka ardhur në transmetime, sikur ju të mos gabonit, Allahu do t'ju mënjanonte juve, do t'i sillte disa tjerë që gabojnë e kërkojnë falje, e Allahu ka dëshirë me i falë. Pra Allahu qysh na don, natyrshëm jemi gabimtar, na don të jemi të kthyeshëm, edhe të synojmë përmirësimin ka Allahu fuqiplot. Sigurisht që krejt mësimet në aspektin teorik të Kur'anit fammadh janë në këtë drejtim, por pastaj edhe ato rrëfime që Kur'ani i sjell, qofshin fragmente nga jeta e pejgamberëve të Allahut, apo nga njëherë ndonjë njeriu të mirë që ka kërku kthim ka Allahu. Për shembull, Musa alayhi salatu wasalam kur shkoi me taku Allahun, e pati një kërkesë. Ajo kërkesë ishte rrjedhoj e kurreshtjes njerëzore. I tha: Rabbi erini anzur ilejk. O Zoti im, hajt ma mund sot të shoh. Mu paraqit, mu shfaq, se po kam qef me të pa. Allahu i tha: lën tarani, s'munësh me m'pa, Musa. Nuk munësh me m'pa. Po për me ta mush menën që krahas faktit që s'munësh me m'pa, po edhe kërkesa jote megjithatë nuk është me vend, shihe kodrën, unë po i shfaqem kodrës, nëse ajo mundet me e përballu dukjen time, atëherë edhe ti ke me m'pa. Dhe Allahu ju shfaq kodrës, e kodra u bë thërmi. Si pasojë asaj çka pa dhe çka përjetoi Musa alayhi salatu wasalam, ra pa ndjenja, ra pa vetdije. I humbi vetdija për shkak se ishte shumë trishtuese ajo çka pa Musa alayhi salatu wasalam. Allahu thot falamma afaqa, e kur erdhi vetdija, qale subhanaka, tha
sa i madhreshëm jeti o Zoti im. Tubtu ilejke. Po pendohem të këti. Po pendohem të këti. Nuk i tha Allahu fuqiplot Musait a.s. ke bo gabim të madh që lype me mpa. Po veç ja të regoj se është e pamundur me mpa, me gjithat e Musai a.s. Aplikoj atë që besimtari e ka moto tjetës, ajo është kërkimi falje, pendesa, keqardhja edhe dëshira e synime për me u përmirësu. E them kohë pas kohe se sahri përmendim pejgamberët edhe modelet e tyne, mundet me nashku menja që ata me gjithat e në kont të përzgjedhunit e Allahut edhe pa dyshim që shembulli i tyne është shembull afër përkryrjes. Masi po pajtohemi që përkryrja është e pamundun në hak të njeriut, atëherë afër përkryrjes është shembulli i pejgamberëve dhe ndonjëri prej neve mbas edhe mundet me menu me thonë po ata janë pejgamber, ata Zoti i ka ru, e tham edhe në fillim, Allahu i ka ru edhe para se mu bo pejgamber, që të mos bojnë gabime e kështu me radhë. Në rregull, e kemi edukimin imanor që Kurani ja u ka bo njerëzve që s'kanë qenë pejgamber, e që historia e lavdishme islame është plot e përplot shembuj të atyne njerëzve të cilët edhe nëse nga njëherë si rjedhoj e aftësive të kufizume ose dijeve të kufizume, mos them të mos dijes, ose si rjedhoj e gjendjeve emocionale e kështu me radhë, kanë marrë një qëndrim të caktuar në momentin që e kanë kuptuar se Kurani udhëzon ndryshe, ata kanë hjekë dorë nga qëndrimet e veta. Më lejoni t'ja u kujtoj një gjë se është e rëndësishme në jetë me e pas parasysh. Nëse ndonjërit prej neve i bën vaki me vendos diçka, me marrë një qëndrim, një vendim, shumë seriozisht. Edhe për me tregu nga njerë se sa seriozisht e kemi, çka bojmë? Bojmë be. Vallahi, billahi. Kur mo që të punë s'ka me e bo. Ose, vallahi, billahi, filanit, kur s'ka me ndihmu, ose kur s'ka me i fol. Ose plot gjona i bojmë nga njerë, pjesa dërmuese e këtyne qëndrimeve janë pasoje e gjendjeve emocionale të çastit, të momentit, masa ne bëhemi peng të qatyne betimeve që i kemi bo. Ja Allah, kom bo be, e kisha shkel, e kisha ndru, po kom bo be, tash beja është pengesë që unë me u kthy. Në të vërtet, majnin me, nëse jemi betu për diçka, pastaj na është bo e qartë se e kundërta është ma mirë. Pra, jemi betu, vallahi s'kom ja falë. Vallahi s'ja fali. Mun është me pas drejt. Mirë po, shkelja e qati betime është ma mirë. Pra, ka diçka që është e drejta dhe ka diçka që është ma mirë se e drejta. Atëherë, betimi që e kemi bo, nuk do të me u bo pengesë që na me vepru atë që është ma e drejtë, qoftë edhe nëse për atë betim na do të me shpagu. Ose me agjeru, ose me liru robë, ose me agjeru, ose me ushqy kasdvarfën e kështu me radhë. Çka do të qoftë? S'ka lidhe, po e paguju nëpse u guta bona be, mirë po parimisht, unë po du me u gjind edhe me vepru atë që është ma e drejtë edhe ma e mirë, ani pse betimi im, mes tjera është madhërim i Allahut fuqiplot, për atë arsye, etika e betimit, e të bomit be, e lyp që e para, mos me bo be pa nevoj, mos me bo be shpesh, mos me bo be për gjonat vogla e palivje e të pavlefshme, edhe mbi të gjitha, mos me bo be për diçka që e din që s'ki me e majt. Mos bo be, për arsye se nëse e ban betimin, duke qenë i vetëdijshëm se ndryshe kime vepru, atëherë ti si jetu e respektuat, atë be, si jetu e madhru Allahun fuqiplot. Allahu thot, wala taj'alu Allaha urdatan li aymanikum. Mos e bani Allahun objekt të parëndësishëm të betimeve tuja. Pse betohet njeriu në Allahun, pse s'lejohet me u betu në diçka tjetër.
Për arsye se betimin mes tjerash është madhërim. Është madhërim, kur thu pasha Allahun, do të thonë një farë mënyre ti e ke marrë dëshmitar Allahun se ç't punë kime e bë edhe vetëm Allah mundet me ndërrua atë. Për atë arsye nuk bojmë ben gjona tjera. S'themi as pasha bukën, as pasha evladin, ose pasha prindin, ose pasha xhamin, ose hiç, veç pasha Allahun. Pra betimi është gjë serioze, edhe si i këtill duhet vëmendje edhe kujdes para se të betohemi. Por, nëse jemi betu, thash si rrjedhoje gjendjeve të ndryshme, ndikimeve, rrethanave të ndryshme, pastaj e shohim, ti ke menu se është më mirë çashtu, po vjen dikush i mëshëm i ditur, edhe të thotë, ti ke bo be, vërtet thashtë, po me vepru kështu është më mirë. Ke thonë si a fali, po me fali është më mirë. Ke thonë si foli, po me i foli është më mirë. Ke thonë nuk ja jap, po me ja dhonë është më mirë. E tash ti kur e shes se ajo që është më mirë, është ndryshe prej asaj çka ke mendu ti, atëherë ti e zgjedh më të mirën për me e synu kënaqësinë e Allahut fuqiplot, ndërsa e kompenzon. I bartë pasojat e betimit tanë të ngotshëm, e pagun gjobën, s'ka problem, edhe në këtë rast ti fiton 2 fesh. Pse e përmenda këto, e përmenda veç thjesht me pas të qartë nëse na nuk jemi të përkrym as në perceptimin e asaj që ka ndodhë për rreth neve. Kur i shohim gjanat nuk është se i shohim sakt. Kur i dëgjojmë nuk është se i kemi dëgju mirë. Mos të flasëm, prap nuk është se i kuptojmë mirë, e mos të flasëm ma se e dim të ardhmen, unë e du mja botë qështu se është ma mirë, në të ardhmen ndryshojnë rrethanat edhe të e shese, s'ka ka bashkë mas mirë që ashtu që shke thonë ti. Kjo është natyra njerëzore. Edhe kjo është ajo që Kurani pikrisht këtu e ka atë intervenimin e vetë. Kurani këtu e ka ndikimin e vetë, këtu e bën edukimin. Mos kam ngol në atë që ka ke thonë, po vazhdo me ndjek Kur'anin në atë që të udhëzon. Çfarë ndikimi interesant ka pas Kur'ani në momentet e zbritjes së tij me zhvillimet kësaj natyre. Po e përmendi, e keni dëgjuar se e kemi përmend shpesh shembullin e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, i cili duke qenë në Medinë, kish fillu, ish organizu jeta në Medinë, ishin, si me thonë, ishin vendos edhe muhaxhirët që erdhen prej Mekës në Medinë, fillon të jeta zhvillohej mirë. Një moment ndodhi një fitnë në Medinë, me që rast u përhap një shpifje kundër Aishës radhiyallahu anha, e që zgjati disa ditë edhe një pjesë e njerëzve ranë në këtë sprovë. E njëri prej atyre që ranë në këtë sprovë ishte edhe një i afërm i Abu Bekrit, i cili foli ungot, sumat, supermbajt, foli edhe ai për Aishën radhiyallahu anha diçka. Masani Allah i madhruar deshti edhe zbritën ajetet që tregon se Aisha nuk i meriton ato fjalë. Aisha është e pastërt, e ndershme, e moralshme. Por Abu Bekri edhe komplet familja e tij, edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishin shumë të prekun, edhe të lënduar prej kësaj fushate intriguese. E Abu Bekri, në të vërtetë, çaj kushërini i tij që kishte fol për Aishën, ai ishte një fukara, të cilin Abu Bekri mante me bukë, cilit Abu Bekri në vazhdimsi i ndihmante. E kur dëgjoj se edhe ai ishte involvuar në këtë shpifje, tha vallahi, që puna e betimit. Vallahi, tha, kur ma, tha, s'ka me ndihmu ati. Edhe, me ardhë sapi, një njeri të matun, e të but, e të mirë, e të mëshirshëm, e bamirës, si Abu Bekrit, që thojnë mja qitë ujnë e synet, edhe mja nëzjerë një bet këtil, me shti Abu Bekri me thonë, vallahi mos i një mojnë shti njeri, por një me do të me bo gabim shumë të madhë. Edhe, unë menoj që Abu Bekri kishte drejt në këte,
por pse kishte drejt, nuk ishte që ky veprimi dhe qëndrimi më i mirë, e kthen na e dëshmon ajeti që ka me zbrit në kontekstin e shfaqsimit të Aishës, e Allahu pastaj po flet edhe për një gjë, pikërisht për këtë temë, për çka po flasim në ajetin 22 të surës An-Nur. Ajeti 22 i surës An-Nur, kaptina e dritës, thot Allah i madhruar: "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah." Mos të betohen, mos të nxitojnë me u betu bamirësit prej juve që mos më ju ndihmu të afërmëve, të ngratëve dhe muhaxhirëve në rrugën e Allahut. Mos u ngutni me bobe se s'keni më ju ndihmu. Wali'afu wali'asfahu. Që Allahu mas pari po thot mos u ngutni me u betu. Pastaj po udhëzon ka diçka që është shumë e lartë. Wali'afu wali'asfahu. Le të ndjejnë, le të falin. Afu, pedini afu në Ramazan që themi afu nuk është thjesht falje, por falje me shlyrje. Mja fal dikujt dhe mos mja përmend më kurr. Wali'asfahu, edhe le të shpalosin më atë kapitull, le të cisin të kaluar. Ela tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, e që kjo fjale ka prek Ebu Bekrin. Kur e ka ndëgju Ebu Bekrit të thonë Allahun, kur ka ndëgju ela tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, a nuk doni që Allahu më ju fal? Ebu Bekri më njëherë ka reagu, më njëherë ka reflektu. Ka thonë, bela wallahi, inni uhibbu an yaghfira Allahu li. Po, pasha Allahun, unë du që Allahu më fal. Para mendo çfarë lidhje, çfarë komunikimi me Kur'anin, çfarë mundësie me i dhonë Kur'anit për me nëzonë venë, me lëshurojnë në jetën edhe në praktikën e individit në rastin konkret të Ebu Bekrit, në momentin që po dëgjon Ebu Bekrit të thonë, a nuk doni që Allahu me ju falë, Ebu Bekrit me njëherë po përgjigj, po vallahi du që Allahu me më falë. E ku ishte mesazhi? Mesazhi ishte, po edhe i Kusherini që ka folë, hajtë se subonami, ta shumur vesh që Aisha është në rregull. S'kemi nevojë me ndëshku atë, se kara prej propagandas. Do të thonë, Kusherini e Ebu Bekrit nuk ishte munafik. Munafikët e udhëhesnin këtë vallën e shpifjes, por kishte musliman të mirë, devotshëm, por naiv fatkeqësisht, sikur se ka edhe sot plot musliman fatkeqësisht, edhe kjo është për keqardhje, bin prej propagandave të ndryshme, edhe çuditësh ti çfarë ndikimi bojnë ato propaganda te çata musliman për shkak të naivitetit tyne. Ata nuk janë munafik, thjesht janë naiv. Ebu Bekri në momentin që e dëgjoj, a po doni, a nuk po doni që Allah më ju falë, tha po, pashallah po du Allah më falë, edhe me njëherë e anuloj atë vendimin që kishte bo, edhe e shfuqizoj atë ben që e kishte bo, edhe sigurisht që i ka kry krejt procedurat e shpagimit edhe të pagesës gjobës eventuale, po shprejna kështu, thjesht veç e ka dëshmu se Ebu Bekri nuk ishte i pagabushëm, po me gjithate Ebu Bekri ishte Ebu Bekr dhe ishte shumë i veçantë për shkak se ishte i kthyeshëm. Nëse e analizojmë sa ishte distanca kohore e kthimit të Ebu Bekrit, mendoj se çto e kemi një mësim të rëndësishëm, mos me ndodhë kthimi mas 10 vjetëve. 10 vjetë me ta citu dikush një ajet, e dikur ty me të mush menja me thonë, ose që ka ardhur në hadith, hadithi flet për dordhanjen, për dorëlirësin, jepni, bëni kështu, edhe thotë mos e lëni në momentin e ardhjes së daljes së shpirtit, e pastaj me fillu me thonë, e filonit që kjo, me nda pasunin në shtratin e vdekjes, e thotë se ajo ma i takon filonit. Nëse jo këti filonit, takon i filonit tjetër, sa është ma i jotja, se s'ki me e marrë me vete. Kështu që edhe komunikimi që Kur'ani e bën me ndërgjegjen tonë edhe me neve në përgjithësi, nuk do të me lënë hapësirë, se sa ma shumë të lojmë hapësirë, ma shumë zbehet vlera e çati kthimi. Ebu Bekri është Ebu Bekr për shkak se kthimi i tij ka qenë i menjëhershëm. Në momentin që e ka ndëgju fjalën e Allahut, menjëherë ka vendos me e thy betimin e vet, edhe me u kthy, andaj ka Allahu i madhruar udhëzon edhe thret. Sot na kemi shumë raste, shkon edhe i thuti
I kallëzon ajetet Kur'anit, s'po flas për njerëz që nuk e kanë rregulluar hala raportin me Kur'anin. Po flas për njerëz që gjithë ditën e kanë gojën Kur'an, edhe e kanë gojën hadithe edhe sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe janë të përkushtuar, edhe janë ibadetxhi, në moment caktuar nuk mundesh me e shpërthy, nuk mundesh me e shpu barrierën e nefsit edhe të egos që është krijuar në një qëndrim ti, ja se ku mbo be. Suponomi që ke bo be. Ashtë beja jote më e madhe se Ebu Bekrit? A është beja jote më e madhe se fjala e Allahut fuqiplota? E nëse kime e shpagu qatë be me lirim të një robit, ose me ushqim të varfërmi, ose me agjerim 3 ditë, a nomi po u boj ka, masani qato që të bëjsh si shpagim. A është thjesht një gjobë që kime pagu, apo është edhe ajo vepër e mirë? Të kuptojmë drejt. Nëse duhet për shkak të një gabimi, diçka me shpagu na, a jemi të bo vepër të mirë, a vepër të keqe? Vepër të mirë, gjithsesi. Që do të thotë se kur s'duhet na me u bë aq rezistent ndaj udhëzimeve të Allahut fuqiplot, duke u mshef mas betimeve tona. Vallai ku mbo bese për ndryshe s'kish pas problem, po subonomi o vëllai që ke bë bese, beja jote funit kur fare ndikimi s'ka. Ka ndikim negativ te ti. Pse? E kemi shembullin e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Është një shembull interesant tjetër prap. Kanë ardhur 2 njerëz te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e kanë ngrit një çështje, e kanë ngrit një shqetësim që e kanë pas, ose një mos pajtim mes tyre për një tokë që e kanë marrë në trashëgimi. Kur e kanë trashëgu, ata të dytë vllazën, po nuk e kanë do mexhën çysh duhet. Nuk e kanë kufizu cila është pjesa e cilit. Pas një kohë të gjatë kanë humb ato shenjat e tokës edhe secili po pretendon për vete se i takon ai pjesa më e mirë ose pjesa më e madhe ose kështu me radhë, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i ndëgjon edhe po ja u kujton një gjatë të rëndësishme. Po ju thot ju muni me ardhë me u gjykute on, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe gjykatës. Ju muni me ardhë me u gjykute on. Megjithatë, drejtësia e kësaj botshme nuk është e garantuar se mundet me kon 100% e sakt. Këto me dëshminë e kësaj që ai ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtyre 2 burrave. Po ju muni me ardhë edhe me plesnute on, me u gjykute on. Unë kam e marrë vendim në bazë të asaj që dëgjoj prej juve, në bazë të asaj që ju të ma mosh një menën. Në rastin e juj, mundet ndonjëri për juve dëve me konë maj zoti, se tjetëri edhe me mamush menën që e ka drejtët. Nëse ndonjërit i jap drejt, qështu, do më thonë, më qitë një lajthitje, ose mamush një menën nga bim, edhe unë vendosi, le ta din, ai në favor të cilit kom vendos, se ja kom dhonë një copë zjarët xhehenemit. Unë s'kom faj, se unë s'kem gjithë dhishën. Kom me gjyku, në bazë të asaj që provave që ju mi ofroni. Mundet me kon provat të manipulume. Mundet me kon pretendimi i rrejshëm. Mundet me kon betimi në situatat caktume i rrejshëm. Unë vendosi ama ta dish që nëse ta kom dhonë, mos kujto që e ki halal, pse pas ka vendosë gjykatë si qëto. Ja kom dhonë një copë xhehenem. Edhe ata dy tash, se cili po hjek dorë për asaj pjesës dhe, po thotë jo, atë pjesën e madhe le të merr ky vllau jam, ai tjetri po thotë jo, atë pjesën e madhe edhe të mirë le të merr vllau jam. Asnjëri tash s'po don me e marr atë hisën e mirë. Pse? Se e pon se është përgjegjësi. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, çtash jemi në rregull, çtash shkoni matnë dhe dajni përgjysmë. S'ka ma kollaj. Nuk ka ma kollaj. Shkoni matnë, dajni përgjysmë, edhe keni me kon të kënaqur të dytë, derisa nuk ka pretendime të një anshme. Shumë ka shembuj të kësaj natyre, po e përmeni veç një shembull interesant. Ju kisha lut, lexoni historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sirën, lexoni kohë pas kohe. Është diçka që s'bëhet bajat.
e lexoni stash prej fillimit deri në fund, për shembull, një prej librave të famshëm të na, Nektari i Vulosën i Xhennetit. Libër i mrekullueshëm, 400 faqe, sa i ka, po duke qenë se është libër i biografisë, lexohet me andje, nuk është monoton. Kur të lexoni stash mas një 3-4 muajve lexoni prap, tani mas 6 muajve lexoni prap, e kështu me radhë, shumë ka frymëzim, shumë ka dëshmi. Po lexoni edhe biografitë e Ebu Bekrit, e Omerit, e Uthmanit, e Aliut, Khulefai Rashidinëve, e kështu me radhë. Shembulli që po du me e përmend, kur u bë Ebu Bekri halife mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alayhi salatu wasallam ishte edhe pejgamber, ishte edhe burrshteti, ishte edhe gjykatës, ishte edhe kështu edhe ashtu, edhe këtë punë i bante vetë, se ishte personalitet i kompletuar. Mas ti nevojitej si pozit një halife. Po ai halifja kishte nevojë me pas edhe asistent. E një prej mes tjerash, i tha Omerit, Omer tha, gjyqësorin po ta lo ty. Ti kime qenë gjykatës. Kam shumë besim në ty. E di se je njeri drejt edhe me qëllim nuk bën gabime. Para mendoni, një vjet, as një ankes, as një land, as një padi, as një rast nuk e ka pas Omeri. Një vjet. Do thënë gjithë viti po shkon, pse? Për arsye se çata njerëz janë udhëzu edhe janë eduku me Kur'anin famall. Shkurtimisht, po du me përmbledh që të pik, se po vazhdojmë edhe pak. Tema që jemi të e trajtuar me rrullazën është shumë e gjanë. Përveç që është e gjanë, menoj që është edhe e këndshme, edhe kemi shumë nevojë për te. Për atë arsye, po mënona me sjellë shumë shembuj që këte që po flas me bo ma të kapshme për secilin prej neve. Po dua të them se ajo pika që folëm deri stash ka të bëjë me vetë edukimin edhe me dhonjen mundësi Kur'anit me ushtru ndikim në neve. Që kjo është krejt esenca e kësaj që ka po them, kur thot Kur'ani që kënej është ma mirë, ti mos thuj kom bo bejo në me shku qanej, le ben se s'ka kur far vlerë, beja jote, vlerë ka ajo që ka Kur'anit të thret edhe të ozon me hetë qanej. Me njerë mas kësaj, e kemi paraqitet një sfidë tjetër. Në momentin që na e rregullojmë veten, ose parimisht mundohemi me rregullu veten, nuk kam përfundu detyrat tona. Me njerë paraqitet detyra e radhës, sfida e radhës, e ki obligim edhe e ki borxh me ndiku të tjerë, për arsye se besimtari nuk është vetëm i mirë, po besimtari krahas që është i mirë, duhet jetë edhe përmirësues. Folëm për përmirësimin vetanak, po edhe përmirësimin e tjerëve e ki borxh me ushtru ndikim. Për arsye se s'mundu me qëndru indiferent kur e shohim dikën në lajthitje. S'guxojmë me qëndru indiferent kur e shohim tjetrin duke gabu, ose kur e shohim tjetrin duke mos u udhëzu e kështu me radhë. Për atë arsye një prej institucioneve të rëndësishme që Islami e ka promovu është institucioni i promovimit vlerave edhe i luftimit dukurive negative, urdhërimin punë të mira, ndalimi prej të këqijave. Në surën Lukman, ajeti 17, Allah i madhruar tregon çka i ka thonë Lukmani djalit të vet, e këto këshilla Allah i ka bërë të pavdekshme për shkak se na i ka sjellë në Kur'an. Janë frymëzuese. Mes tjerash i ka thonë, ja buneje eqimis salah, o biri im, fale namazin. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Urdhëron punë të mira dhe ndalo prej të këqijave. Wasbir 'ala ma asabak. Dhe bëhu i durueshëm dhe i qëndrueshëm në atë që të godet. Inna dhalika min azmil umur. Krejt që kjo është gjëja më e rëndësishme. Majnin men, ajeti 17 i surës Luqman. Në surën Fussilet, ajeti 33, Allah i madhruar të regon, thëtë, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Kush flet ma bukur se ai i cili fton tek Allahu. Domethënë s'ka fjalë më të bukur se sa me i ftu njerëzit tek Allahu fuqi plot. Ama kjo është thjesht detyra jonë, edhe ne do të përgjigjemi për detyrat ai kemi bë, por nuk do të përgjigjemi do e mos për rezultatet e arrituna ose të mos arrituna. Për shembull, nëse ti ju ke fol njerëzve, edhe ju ke fol,
në mënyrën më të mirë, në mënyrën e butë, çysh na udhëzon Kur'ani, je mundu edhe në praktik me dhon shembullin çysh duhet, megjithatë kërkosh s'u ka përgjigj. A u bë nami? Nuk u bë nami. Për arsye se funit kush është cili do prej neve që me thonë valla unë gjithë këtë mund e dhash edhe kërkosh s'po mungon, po kush jemi na krahasu me ndonjë pejgamber që çështo është situata e tij, se ka ngu kërkosh, ose ndonjënin alamet pejgamberi e ka ngu veç një njeri, ose 2 njerëz, ose 5 njerëz, ose merrin shembullin e Nuhut alayhi salatu wasalam, i cili 950 vite i ka thirr njerëzit në besim, edhe në fund, mas 950 vjetëve, sa njerëz i kanë besu Nuhut alayhi salatu wasalam? Numrin e saktë nuk e dim na, por e dim se të gjithë ata i ka zonë një anije. Edhe ajo anije që e ka marru Nuhu alayhi salatu wasalam me dorë, s'ka qenë anije që i ka 1000 udhëtar, sikur se ka anije sot. Ka qenë anije me numër të kufizum. E kush jemi ne me thonë, unë kur të flas njerëzit do të më mungu, unë kur të bëj davet njerëzit do të më u përgjigj, unë kur të maj ders njerëzit do të më i majt ato, jo. Përgjegjësia është na me bë punën tonë, rezultatet absolutisht nuk varen prej neve, bile duhet me e kuptu se zemrat edhe tonat edhe tjerëve janë dorën e Allahut fuqiplot. Allahu i kthen ato çysh don. Për neve është mundësia me fitu sevap. Dikush ka me udhëzu nëse Allahu ja ka caktuar udhëzimin, edhe nëse na nuk i flasim. Por nëse na bëhemi sebeb, na e kemi sevapin e madh. Po kur ka me pas fjala jonë bereqet? Nëse ju kujtohet, në fillim të kësaj serie e kemi përmend ajetin e surës Ra'd, ajetin 11, Inna Allahe la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, derisa ata të mos fillojnë me ndryshu vetë. Edhe neve fjala s'ka me na pas kararë, s'ka me na pas peshë edhe ndikim, për derisa na të mos e respektojmë çat ndryshim, çyshimi të fol prej fillimit të këtij takimi. Edhe Allahu funksionon sipas një urtësie që ne nga njerë kuptojmë, nga njerë se kuptojmë, po kur Allahu dikan e dan, ja mundëson edhe udhëzimin, kur Allahu dikan e dan, atë ka me e dasht edhe Gjibrili, kur e don Gjibrili e dojnë edhe banorët e qiellit, pastaj e dojnë edhe banorët e tokës, që ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo që është e rëndësishme është se ne duhet megjithatë atë përmirësim edhe të tjerëve ta fillojmë nga vetja jonë. Përmirësimin e familjes, të vladëve, ta fillojmë nga vetja jonë. E dini, e keni dëgjuar rastin e Ibn Mesudit, Abdullah ibn Mesudit, Allah qoftë i kënaqur me te, i cili ka fal namaz natë, e ka pas një foshnjë, një fëmijë të vogël aty të flet afër. Edhe dikur u çu edhe 2 recati, ka thonë o birr, çdo dyja për ty pi fali. Do thonë po i fali për Allahun, po ty me të gjind, ty me të bë hajër. E na kemi shumë nevojë pra që ndikimin ton mes tjerash ta ushtrojmë të tjerë edhe përmes përmirësimit vetanak, po e përfundoj me një fjalë që ja ka thonë Ebu Bekri Omerit, e përmenëm më herët, jo kur e ka bot gjykatës, po në fund para se me vdek, Ebu Bekri ju ka thonë muslimanëve, nëse më dëgjoni mu, halife masmeje është Omeri. Edhe tash e ka thirë Omerin, edhe i ka thonë, o Omer, po ta tërheqi vërejtjen prej një rreziku të madh. A i ka thonë, cilë është ai rrezik? Ka thonë, ai rrezik është vetja jote, është egoja jote. Pastaj po ta tërheqi vërejtjen prej rrezikut të dytë, që janë njerëzit. Ke kujdes njerëzit, megjithatë njerëzit ty kanë me të respektuar dhe me dasht aq sa e respekton edhe e don ti Allahun fuqiplot. Mos e lyp ndryshe se nuk e gjen. Sa e respekton ti Allahun, të respektoj njerëzit. Sa i dëgjueshëm për Allahun, njerëzit kanë me të dëgju, sa e don ti Allahun, njerëzit kanë me të dasht, edhe në këtë formë rregullohen gjanat për atë sa është e mundon të rregullohet. Allah është përbleft për momendjen, duke qenë se sot një javë është Bajram, është dita e parë e Kurban Bajramit, shpresoj që Allah të na jep mundësi edhe ymër që të takohemi sot 2 javë në këtë termin të rregullt. Allah ju rujt ju bekoft, wa sallallahu ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.